Mirëmëngjes dhe mirë se vini në takimin tonë të përditshëm në Breaking. Do t'jemi bashkë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim transmetimin e sotëm me një lidhje direkte me Italinë, atje na pret avokatja e njohur Anila Halili. Mirëmëngjes avokate, mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjes, faleminderit juve për ftesën. Do ta nisim me lajmin që ka bërë më shumë jehon 24 orët e fundit. Presidenti amerikan Donald Trump ka sulmuar në një farë mënyre Papa Leonin, duke thënë që unë nuk i pranoj kritikat e tij, nuk jam fan si ti dhe nuk simpatizoj asnjë papë që kritikon politikat e mia. Ndërkohë që ka qenë menjëhershëm reagimi jo vetëm i Vatikanit, por edhe i kryeministres Giorgia Meloni, e cila e ka cilësuar gjuhën e përdorur nga Donald Trump si të papranueshme. Po, në fakt, ky është një event që në historinë nuk ka precedente tjera, pra është herë e parë që dëgjohet mund ta quajmë një sulm i tillë, po, një sulm ndaj papës, që ndodh pra siç përsëris herën e parë, për herë të parë, për faktin se pra Donald Trump nuk pranon, domethënë mund ta quajmë pozitën, kritikat që Papa domethënë këto ditë po shqyrton dhe në fjalitë e tija, domethënë dita ditës, gjithmonë domethënë zvendëson dhe vë në pikë kyçe që lufta pra duhet të mbarojë, që të gjithë domethënë të jetë misioni i paqes dhe nga një anë kritik ndaj pra pozicionit Amerikës pra Donald Trump. Donald Trump ka reaguar shumë ashpër për faktin se madje ka bërë deklarata të forta që pra Papa Leone Francesco nuk do ishte në pozitën pra ku ndodhet sot, në qoftë se pra shtëpia e bardhë nuk do ta kishte mbështetur. Dim shumë mirë që është pra Papa Amerikan i parë në historinë, domethënë të gjithë viteve të ngjashëm dhe problemi qëndron se domethënë Italia ka reaguar shumë ashpër. Mbi të gjitha domethënë është dhënë përgjigje dhe nga drejt për drejt nga Papa, i cili ka deklaruar që unë nuk kam frikë, misioni im është misioni i paqes, nuk jam një politikan normalisht, por gjithashtu jap lajmin dhe misionin e paqes. Donald Trump nuk pranon pra që Papa të kritikojë situatën dhe pozicionin e tij, pretendon të ndoshta një mbështetje të mëtepër dhe Papa pra ka domethënë sqaruar faktin që ndodhet në pozicionin ku është, nuk ka frikë nga askush, ai domethënë gjithmonë ka misionin e paqes dhe misioni i tij është që të krijojë një ekuilibër midis domethënë shteteve dhe në qoftë se ka normalisht analiza kritikuese, ai tashmë gjithmonë e ka në detyrë domethënë që ti nënvizojë. Ashpër është treguar edhe Giorgia Meloni në reagimin e saj. Ndërsa Trumpi ka thënë që Papa duhet të ketë një mision paqësor, domethënë duhet të ruajë rolin e tij dhe jo të hyjë në politikën, ambientet e politikës, sepse nuk ka asnjë lloj kapaciteti dhe madje është një person shumë i dobët nga ana politike, si e jashtme dhe e brendshme. Ndërsa Giorgia Meloni ka kritikuar po dhe ajo shumë ashpër reagimin dhe deklaratat që Trump ka kryer për faktin se janë fjalë të patolerueshme, për faktin pra se mund bëhet një akuzë kaq e rëndë ndaj Papës dhe domethënë pra reagimi i Trumpit është i patolerueshëm. Madje ka patur nga ata që kanë guxuar dhe kanë thënë që as Hitleri dhe as Mussolini nuk kanë bërë gabime të kësaj natyre duke sulmuar një papë. Patjetër, siç thash, domethënë është herë e parë në historinë që dëgjohet domethënë një sulm ndaj Papës kaq e fortë nga ana mediatike, kritike dhe mbi të gjitha domethënë që të synohet dhe mbi të gjitha të cënohet pra roli që Papa ka. Dim shumë mirë pra që është kemi kishën që ka një pushtet shumë të madh dhe mbi të gjitha ka një besueshmëri tepër të madhe dhe dim shumë mirë pra që roli i Vatikanit është shumë i rëndësishëm jo vetëm në Itali, por në të gjithë botën. Pra domethënë kjo kritikë është domethënë kritikuar është vlerësuar shumë e ashpër nga të gjithë politikanët italianë, por jo vetëm, dhe siç thash, jo vetëm Giorgia Meloni nuk e ka toleruar dhe nuk e ka falur, domethënë mund ta quajmë Donald Trump për domethënë akuzat e rënda që ka krijuar, shfaqur, por gjithashtu edhe nga politikanët të tjerë, domethënë që kanë mbështetur si opozita, kanë pra mbështetur Giorgia Meloni në faktin që gjithsesi domethënë është vërtet një reagim tepër i rëndë dhe situata pra domethënë që ka shfaqur Donald Trump është e pafalshme.
Ndërkohë që për fat të keq skandalet nuk kanë të sosur në Itali, ne kemi bërë lidhje të shumta gjatë muajve të shumta pikërisht në lidhje me vrasjet, me sidomos vrasjet e grave dhe të fëmijëve, por një tjetër rast shokues është shënuar pikërisht në Itali ku shoferi i një autoambulance akuzohet për vrasjen e 6 të moshuarve, madje nuk ka shprehur asnjë shenjë pendese, duke deklaruar se do ta bëja sërish për të shmangur, le të themi, një fund me vuajtje. Po, në fakt kjo është një ngjarje e tmerrshme, sepse është pra konstatuar dhe hetimet janë akoma në vijim për një djalë pra që është 27 vjeçar nëse s'gaboj, Luka Spada, i cili, domethënë pra shoferi i një ambulance kryqit kuq, në krye të detyrës tij, gjatë transportimit të personave pra të moshuar që kishin patologji të ndryshme dhe transportoheshin pra nga ambulanca për mjekime të mëtejshme, janë pra konstatuar deri më sot se 6 persona që kanë humbur jetën nga 2024 deri në 2025, ai ka një rol tepër të rëndësishëm sepse është akuzuar për vrasje me paramendim. Këto janë të gjitha domethënë analiza që tashmë po konstatohen dhe mbi të gjitha janë deklarata telefonike, pra ku djali dyshuari mund ta quajmë ka rrëfyer që pra personat ishin tepër në vuajtje dhe unë thjesht i shoqërova në botën tjetër. Domethënë eliminova vuajtjet të mëtejshme të tyre. Kjo është një mund ta quajmë një rast tepër i rënd, jo vetëm një herë, por kemi një akuzë pra pranë gjykatës për vdekjen e një të moshuarit 85 vjeçar vitin e shkuar, dhe i cili është pra konstatuar sepse gjatë transportimit të ambulancës, pra është bërë një injeksion, një gjylper, domethënë thjesht dhe është një injektuar në ven një ajër, domethënë që ka shkaktuar pra një emboli i cili pra i moshuari gjatë transportimit ka humbur jetën. Familjarët të vdekurit, pra domethënë të viktimës kanë denoncuar domethënë shoferin e ambulancës dhe domethënë akuzat deri më sot nga njëra anë janë vërtetuar për faktet që të dëshmive dhe djali që ka dhënë për faktin se ka deklaruar që pra unë nuk jam bërë pishmën, madje domethënë do veproj përsëri në raste tjera. Kjo është domethënë diçka tepër tronditse, por dyshimi i rënd është se nuk ka kryer vetëm një rast të tillë, sepse po flasim për një vepër penale vërtet e për të rëndësishme, që mund të çojë nëse vërtetohet dhe përcaktohet në një burgim të përjetshëm, sepse kemi një vrasje me paramendim, dhe janë dhe 5 persona të dyshuara tjerë, pra që kanë humbur jetën në të njëjtën pra pak a shumë modalitet. Këtu verifikohen shumë aspekte, domethënë nga ana ligjore, shumë vepra penale, sepse ne kemi një person në krye të detyrës, i cili domethënë ka kryer vërtet, në qoftë se do vërtetohen siç dyshimi i prokurorisë deri më sot është. Krime monstruoze, po. Patjetër, sepse nuk e përket dim shumë mirë që liria pra nuk është se një person sado që mund të ketë në transportim në mjetin e tij, domethënë persona që janë në vuajtje sepse kanë dhe një moshë të tillë, por nuk ka asnjë lloj zgjidhje dhe asnjë lloj domethënë mund ta quajmë të drejtë që të japi fund jetës tyre. Mbi të gjitha në rrethana pra ku ai thjesht është në krye të detyrës pra për të shpëtuar jetën tyre dhe për të shqyrtuar domethënë pak a shumë dhe analiza të mëtejshme të personave pra të moshuarve. Ky është një rast tepër i rëndësishëm, madje është kritikuar dhe nga kryqi i kuq, pra në vendin në të cilën pra zotëria punonte, tashmë nuk është më punësuar, madje është në një arrest para burgimi i cili do shqyrtohet dhe do merret në pyetje të mëtejshme për situatën e tij, por dhe kryqi i kuq në fakt ka deklaruar që do bashkëpunojë me të gjithë domethënë autoritetet në vëzhgimin e situatës, sepse faktet që janë kryer nëse do vërtetohen janë vërtet monstruoze dhe janë të patolerueshme. Dhe do të kalojmë tek një tjetër rast tronditës, një 47 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e dhunës ushtruar ndaj tij nga disa adoleshentë dhe e gjithë skena ka ndodhur në prani të djalit të tij të mitur. Po, dhe kjo është një fakt tjetër që ka ndodhur pra tepër i rënd, sepse kemi një baba 47 vjeçar, i cili ishte në shëtitje në një ditë të zakonshme me djalin e tij 11 vjeçar bashkë me vllain. Dhe gjatë domethënë darkës të thjesht në një qytet tepër të vogël, po shëtiste ishte një grup djemësh, mund ta quajmë personash, rreth 16-18 vjeç që po godisnin me disa shishe alkooli dhe sende të tjera vitrinat pra të disa dyqaneve. Vllai i viktimës që pra kanë humbur jetën fatkeqësisht, ka ndërhyrë për të domethënë qetësuar pak gjendjen dhe për të analizuar dhe për të domethënë të larguar këtë grupin e personave se po krijonin dëme pra nëpër qytetin, dhe aty ka pasur një reagim tepër të ashpër pra nga grupi i 11
djemve, mund ta quajmë personave të rinj, ndaj pra zotërisë që ka humbur jetën, që është pra Giacomo Bongiorni, 47 vjeç. Ka humbur jetën menjëherë në fakt sepse është goditur shumë herë nga grupi personave, ka rënë dhe ka, domethënë, ka rënë me kokë dhe ka pasur një tronditje tepër të rëndë. Deklarata e parë ka qenë nga djemët pak a shumë nga grupi që zotëria ka rëshqitur dhe ka rënë, por në fakt është sulmuar nga ky grup dhe vullnetarisht është shkaktuar pra vdekja e tij, sepse madje është bërë një deklaratë pra nga vllai që është marrë në pyetje, vllai viktimës, nga autoritetet, i cili ka deklaruar se ka qenë një sulm tepër i rëndësishëm nga i gjithë grupi dhe grupi nuk, domethënë, nuk shmangej deri në momentin pra që e pa që viktima ishte shtrirë në dysheme rrugës dhe ishte i pajetë. U siguruan pra që Patjetër, kjo është një ngjarje tepër, mund ta quajmë tronditse, pa diskutim. tepër tronditse, sepse vërtet kemi madje dyshohet sepse këta grupi të rinjve ishte në qytet që po dilte xhironatës që ishin të dehur. Është alarmuese për faktin sepse në të gjitha qytetet, jo vetëm qytetet mëdha, por edhe fshatra të vogla, kemi këto grupet e personave të rinjve që pra humbi kontrollin dhe kanë me vete elemente, nuk është rasti i parë që dëgjojmë në fakt sepse kemi parë raste të tjera, sulme të tilla që kanë pasur edhe arma, thika apo sende të tjera, edhe pistoleta, por rasti pra që po flasim është vërtet tronditës nga ana sepse është shkaktuar vdekja e një personi i cili ishte një familjar pra përballë djalit të tij, ishte prezent edhe djali 11 vjeçar, i cili është tashmë shokuar sepse babai ka humbur jetën pranë syve të tij, nuk ka pasur asnjë lloj mundësie që të jepte një ndihmë sepse ishte një djalë i ri dhe madje ka dhënë një deklaratë pra dhe e fejuara mund ta quajmë sepse zotëria do martohej në muajt e ardhshëm pra do formalizonte familjen e tij, kishin programe si çdo familje dhe gjithashtu domethënë dhe e fejuara ka shprehur një ndinjate jashtëzakonshme, pa diskutim. Patjetër të jashtëzakonshme dhe një domethënë një akt i